s'ka dal krijes që pengonat çka Zoti do m'ia dhon dikujna. Ban çka dush, s'nja merr riskun dikujna. Dhe le të bojnë çka dojnë, s'në ta morr riskin tan. Ligji Allahu subhanahu la mania lima a'tait. Atë çka jep ti o Zot, kjo ligj, kjo besim. Na besojmë se atë çka na e ka shkruajtur Zoti s'na merr dikush. Dhe atë çka s'na e ka shkruajtur Zoti, s'na jep dikush. A mund është mi amol miliarderit riskin, s'nja merr. S'munët fukarajën e të baje çfarë doje manovra, s'na merr. Ja ka shkruajtur Allahu dikujt tjetër. La mania lima a'tait. Ka thënë nuk ka mundësi me ta morr dikush atë çka ta jep Zoti xhelel xhelalu. Wala mu'ti. Dhe s'ka dikush që ta jep ma mana'ahu Allah. Atë çka Allah e ka pengu. Zoti s'do me ta dhon. Çish e merr ti? Shiko për shembull, kjo vlen për gjithçka, për risk, për autoritet, për nder, për ftyrë, për gjithçka. Ka thënë pejgamberi sa dua, o Zot, atë çka ti e jep s'në ta pengon kurkush. A ka barahat? O vllai ndërum, çat risk ka i të hangër, çaj ajo ti. Hiç as mosu shqetëso, as mosu mërzit, as mosu pikëllo. Krejt çka kanë dikush tjetër më shumë, e atinve u kanë. A e meriton a se meriton, si e ti aj, se ti si Zoti. A e kupton ku po përzimi ka një herna. Po se meriton filani, po a ti t'ka veta ja. Po që të vetë tyje. Po edhe qafir me kanë, po që të vetë ma tyje, se qafiri miliardera, multimiliardera, pare se disa ka. Ti e shani musliman, me nëzit që ditën. Shka lidhje, Allahu gjelë gjelë. Që që ora, e di aj, e di Zoti madhë gjelë gjelë. Dhe kundër ta ka thonë, së ne jep kërkush atë qka Zoti e pengon. Së ne jep. Ti thuj, ta bojnë me filani, munohë njerëzit me, ta bojnë me filani, zbad me nuk bad. Sa njerëzit kanë menu për para, t'ja rëzojnë imam dhëkin filanit, t'ja rëzojnë namin filan imamit e Buhanifës e të tjere. Kot. Imam Ahmedi të ndërum gjëmat, kër e pytëshnin, thonë të Imam Ahmedi, kër e pytëshnin, qëfar dëshire kije, thonë të, uhibbu en la ja'arifeni ahad, zdu me mdjoft, kërkush. Pa Allah e ka shkuj që të ndryshe. Qa ka shkuj? Që mos me kanë dikush që se njët. A ka be dikush që se njët Imam Ahmedi? Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel. Kejtë e njëfni. Edhe ata shka zbesojnë e njojnë. Pse? Sepse Zoti ja ka dhonë. Nuk mundet dikush me adhon diçka që Zoti zdo. Dhe e kundër ta. Andaj shiko këta imam. Kotë është. Atë që Zoti ka caktuar. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, shteti ka marrë vendim, s'ka ki me fol, s'ka me shkrujt, s'ka këtimja. Kush se një Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala? Ja kanë mbledh harf për harfi, se la mania lima atait, wala mu'ti lima mana'ahu Allah. S'ka dikush që e pengon atë çka e ka shkruajtur Allahu me dhën, dhe s'ka dikush që jep atë çka Zoti ka shkruajtur mu pengue.